Do marrim si Mateu 13, vëlla motër. Do prekim Mateun 13. Po lutesha dhe po meditoja dhe e ndjeva zërin e Mesias që po më fliste. Më bëri një pyetje, lavdiati kur ai bën pyetje. Dhe gjithmonë kur ishte duke predikuar në rrugët e Izraelit, gjithmonë bënte pyetje. Dhe më bëri një pyetje në zemrën time. A e ken konsideruar tha këtë gjeta në Mateu? Kur unë tha fola për këtë gjeta, e ken konsideruar? Do ta shikojmë. Mateu 13. Ja, po ta marrim pak Mateu 13. Matithjahu është emri i tij vërtet, ta kuptuar. Ai ishte hebrej. Mateu ka lindur nga njerëzit. Gjithsesi. Leta, po që ka pak më se kësha kapur ande. Ja, një moment. Sa ta radëricojmë për lavditatët. Okej. Atere, Matithjahu 13. Dhe ai, Mesia në këtë rast, duke u përgjigjur tha atyre, sepse juve, po i thoshte apostujve, tani këtu, vëlla motë, sa po kishte lavdiatit, me që erdhi në harmoni, tu sa po kishte mbaruar sa adresuari farisejtë për traditat e etërve të tyre dhe kishin lënë minjan urdhrimet e Atit dhe populli i Izraelit po vuante. Dhe masandaj thot, dhe apostujt po thot, përse ata nuk i dëgjojnë thot, dhe përse çfarë po ndodh? Përse ka një zemër kaq të ngurtë? Dhe ai thotë sepse juve, për apostujt, ju është dhënë mundësia të njihni të fshetat e mbretërisë të qejve. Të fshetat. Le të shikojmë të fshetat çfarë thotë. Të fshetat. Është një varg në Fjalët e Urta 25, po, lavdiatit që mua më prek shumë. Ja po hedh në ekran. Fjalët e Urta 25:2 thotë, është lavdia e Atit Elohim të fshehë një gjë. Por nderi i mbretërve është të hetojë një çështje. Është nderi i secilit prej nesh që të hetojë të fshetat e Atit. Është lavdia e tij, ajo e fshen në këtë rast, i le gjërat në atë mënyrë dhe i përcakton, apo siç ndodhi me atë të verbërin që e pyetën, thanë, përse ky person tha nuk po shërohet? Më thanë, kush ka mëkatuar? Tha, ka mëkatuar prindrit apo ky vet? Tha. Mesia tha, kjo gjë në këtë rast është lënë apostafat që Ati të tregoj lavdinë e tij. Tani, është lavdia e Elohim që ai fsheh një gjë, fsheh në frymën e shenjtë, ka mendjen e tij Ati të përsosur dhe e fsheh një plan apo një diçka në jetën tonë. Di pse? Shumë herë Ati dhe e fsheh fytyrën e tij, sepse ai dëshiron që çfarë të gjendet prej nesh. Të gjendemi në këtë rast, të gjejmë neve veten tonë në karakterin e Atit duke mësuar dhe të gjejmë në këtë rast urdhrimet e tij. Atje Ati ka fshehur karakterin e tij të përsosur dhe na takon neve që të jetojmë urdhrimet. Por thotë është nderi i mbretërve është të hetojë një çështje. Ne gërmojmë, kërkojmë, hetojmë, i shikojmë urdhrimet e Atit për çështjen që neve na përket. Në jetën tonë, si aplikohet kjo çështje në jetën time, çfarë thotë urdhrimet e Atit, çfarë duhet të bëj unë? Dhe kështu ti po mësohesh, kështu ti po zbulon avash lavdinë e tij, po e nxjerr në pa në zemrën tënde çdo gjë që Ati ka fshehur në urdhrimet e tij dhe ka plot gjëra që ai ka fshehur. Që është fjala e tij e përsosur. Prandaj tha, juve ju është dhënë mundësia që të njihni të fshetat e mbretërisë të qejve. Cilat të fsheta? Ato të fsheta që lavdia e Atit po fsheh. Dhe shumë prej tyre, vëlla motër, janë në profecitë që janë thënë, që janë akoma për tu zbuluar në këtë rast nga fryma e shenjtë në zemrat tona. Janë fshehur shumë për profesive dhe në këtë rast që do manifestohen për lavditë e tij.
juve jashtë dhënë mundësia të njihni të fshetat e mbretërive të qejve, ndërsa atyre kujt farisejve, saducejve thotë që kanë një zemër të ngurtë, thotë nuk jashtë dhënë. Dhe pasaj thotë Mesia që nëse ke një zemër prej në këtë rast si të fëmijës, thotë, atëherë unë do të zbulohem, thotë, do të shfaqem. Në Gjoni 14 mos gaboj. Sepse ati që ka do t'i jepet dhe do të ketë bollek. Ati që ka, ai që ka urdhërimet e Atit tim dhe ai që fillon të zbatojë, ai që ka marrë një urinë sepse ai ka patur zemrën, ka ngulmuar në këtë rast duke shikuar shkrimin, ka studiuar leximin, mediton tek ligji i tij ditë e natë që të jetë ajo pema e frutshme, ati do të jepet akoma më shumë dhe do ketë me bollek. Për kja po flet vëlla motër? Po flet për mbretërinë e qejve. Po flet fillimisht urtësia që neve të marrim tani për të hyrë në mbretërinë e qejve. Sepse me anë të njohurisë së shkrimit ti dhe unë hym në mbretërinë e qejve. Në 1000 vjeçarin në Jeruzalem e ri që po zbret qyteti i pe kristali, perla Atit, madhështia e tij, lavdia e tij. Dhe flet që duhet të zbatojmë urdhrimet e tija për të hyrë në atë qytet. Zbulesa 22:14. Urtësia është e dobishme për drejtim, thot shkrimi. Ne drejtohemi me anë të urdhrimeve që janë llambë në kemën tonë, janë dritë në shtegun tonë. Ligji i tij është dritë, Ati është dritë. Mesia ta unë jam drita e njerëzve. Fjala e tij është dritë. Ligji që është në këtë rast i Atit është i manifestuar siç e praktikovi dhe eci Mesia, sepse ai është ligji i gjallë, Mesia është ligji i gjallë. Që Ati i dha jetë, kishte jetë më përpara, por fryma dhe ligji nuk mund të kenë manifestim të ndara nga njëra tjetra. Ligji dhe fryma veprojnë së bashku me njëra tjetrën. Sepse fryma vepron në urdhrimet e Atit. Fryma jep jetë në ligjin e Atit. Ligji i tij është jetë. Njeriu do të jetojë nëpërmjet urdhrimeve të ligjit. Tora që quhet instruksione, thjesht do thotë instruksione për jetesën tonë. Mos e komplikojmë sepse fjala ligj mos andaj ju duket si gjë e rëndë. Do thotë instruksione, udhëzime për jetesën tonë tani këtu. Dhe do mbahen në 1000 vjeçarin për jetë, do jetë kushtetuta e Atit në të gjithë kombet, në të gjithë dheun. Isaia 2. Nga Sioni do dali ligji, do të mësohet kombeve. Ndërsa ati që nuk ka, ndërsa ati që nuk ka urdhërimet e mia, do t'i merret dhe ajo që ka. Çfarë thanë Mateu pak më përpara, lavdiatit. Ja, jemi në Mateu, po flet për Mateu është libri i mbretërisë. Në Mateu 5 thot, ai që ka urdhrimet e Atit dhe masandaj shkel këto më të vogla, do të jetë më i vogli në mbretërinë e qejve. Kurse ai që i ka, ja shikojmë atë barkun, motor. Ja do ta shikojmë se na bën mirë. Sepse thoti vëlla që ato gjëra që po thua nuk i kam. Unë lutem Atit sepse unë vetë për megjithëse isha me vite në besim dhe jo se ishim fillestar, se kishim lexuar Biblën lart e poshtë për shumë kohë. Por Mateu 5, 17 deri në 19, unë nuk kisha qëndruar. Normal do ta kisha lexuar, por këto gjërat që nuk i kuptoj. Kur nuk i kuptoj më pasandaj ne ja shkalojmë dhe kalojmë për tej dhe themi okay, do lexoj diçka tjetër. Kështu ndodh në jetën e një besimtari. Le ta shikojmë. Le të shikojmë Mateu 5. Mateu 5. Një moment sa ta hedh se kam këtu të gatshëm që se po flasim për mbretërinë e qejve, po flasim për strukturën, hyrjen, ndishpëllëzimin, aspekte të tilla. Do t'i shikojmë më tej, por po. Lavdiat. Okay. Ja një moment. Lavdi për një.
Lavdi për jetë, lavdi për jetë, o lavdi, lavdi. Ja një moment, vëlla motër, sa ta jetë në ekran, para vajti. Okej. Mateo 5, ja ku e kemi, Mateo 5. Pra, ai që do të shkelë një nga këto urdhrime më të vogla dhe do t'ja ketë mësuar njerëzve, do të jetë më i vogli në mbretërinë e qejve. Tani, për të patur urdhrimet e Atit, ti dhe unë duhet t'i kemi një në zemrat tona, do t'i kemi shikuar për vetët tonë, masandaj për t'ua mësuar njerëzve, diçka që ti do t'a mësosh, do t'a kesh fillimisht. Dhe këtu po thot Mesia që ai që do shkeli këto urdhrime më të vogla dhe do të ketë mësuar njerëzve, për t'ia mësuar do t'i ketë, thot. Por gjithsesi ka shkelur këto më të vogla, kurse ai që do t'i verë në praktikë dhe do t'ia mësoj të tjerëve do t'i quhet më i madh në mbretërinë e qejve. Ai që i ka, thot, dhe a mëson të tjerëve, gjithashtu, thot çfarë? Do të jepet me bollek. Kurse ai që nuk i ka, do t'i merret dhe ajo që ka. Po flet për 10 virgjëreshat, vëlla motër, që po flet masandaj do flasin e Mateu 25. Prap në kontekstin e mbretërisë së qejve. Zemër urti i pranon urdhrimet e Atit. Zemër buti i pranon. Por fjalamani budalla do të rrëzohet. Do t'i merret dhe ajo që ka. E ka fjalën për jetën e përjetshme. Për këtë po flet këtu, vëlla motër. Prandaj unë u flas atyre me shëmbëltyrë, kujt farisejve, saducejve, duke parë se nuk shohin, dhe duke dëgjuar nuk dëgjojnë dhe as nuk kuptojnë. Ata i dëgjojnë, thot, i shikojnë shkrimet përpara, i kanë në katedrën e tyre, thot, që ulen çdo sabat për t'ia mësuar popullit, por nuk kanë sy, thot, nuk kuptojnë. Prandaj në Isaia 8 kur flet për, thot, përmbajnë, thot, ligjet e dëshmisë në vargu 20. Sepse nëse një popull nuk flet sipas saj fjale, cilës fjalë? Ligjet e dëshmisë, thot, është sepse nuk ka dritë në ta. Dhe në vargu 19 në Isaia 8 flet për frymën e fallit, frymën e vdekjes, për konsultimin ndaj të vdekurve, dhe këto ndodhin sot e kësaj dite, brenda në kishë, sepse kanë lënë ligjin më njënë, hynë frymërat e tjera. Kanë qenë në jetën tonë, janë aktualisht sot në jetën e besimtarve. Mashtrimi duhet jetë i vërtetë që një person ta besojë. Edhe njerë, mashtrimi i Satanit duhet jetë i gatuar mirë, të jetë i vërtetë që një person ta marrë si të vërtetë. Sepse ai shfaqet si një engjëll drite. Ai thotë, çfarë po e përmend emrin e Mesias, ai po ja Krishtin, thotë u ringjalli, ai po lexon, ja po dalin këtu, thotë ja në podium, ja në për asamble, ja në për platforma online, janë po lexojnë Biblën. Do t'i njihni nga frutet. Çfarë po thoshte, çfarë po citonte Mesia, po citonte ligjin e Përtërisë 13. Nëse nuk zbatojnë urdhrimet e Atit tim, thotë, largoni prej tyre, sepse unë nuk jam, thotë, ai që shumë për njerëz mendojnë, që unë erdha për të hequr gjëra. Sa puna e tha këtu? Nuk erdha, thotë, për të shfuqizuar. Derisa qielli dhe toka të kalojë asnjë pikë e ligjit nuk do të kalojë. Nuk do të kalojë, thotë. Ai, sa alarmante është gjenda situata në drejtuesit sot që pretendojnë se e njohin. Vetë se të kisha vetëm gjysmore me dike, dhe të zbërtheja komplet gënjeshtra dhe fortesat e dikujt, siç ndodhi para një jave me një pastor këtu në Kanada. Por ta të dëgjosh përgjigjet. Jo, unë nuk do ta zbatoj sabatin sepse mua nuk më duket e arsyeshme që unë ta mbaj. O vëlla, po çfarë thot shkrimi? Çfarë Mesia praktikoi? Çfarë apostujt thanë?
e anashkalojmë atë gjë dhe kalojmë pasandaj në filozofitë. Po këtu, sepse nuk duam të ndryshojmë. Dhe kjo është gënjeshtra më e madhe dhe për këtë do mbash përgjegjësi ti dhe unë, për mos ndryshimin tonë. Nuk duat që të pendohemi. Pendimi çfarë është? Ndryshojmë rrugë, ecim në një rrugë më përpara dhe ndryshojmë rrugët tona që të ecim në rrugët e Atit. Sot pendimin e quajnë vetëm një moment të një mendje. Okej, unë u pendova, bëra lutjen e shpëtimit. Vërtet? Motër ti e ke dëshmin vetë, por nuk do të flasë. Lutja e shpëtimit, vlla motër, po mban peng shumë prej besimtarëve të një Mesia që nuk kanë praktikuar apostujt. Duhet predikuar lajmi i mirë i mbretërisë. Di pse? Sepse zemra duhet të punohet. Ti nga se po shpëtohesh? Ja po ta bëj pyetje ky vlla dhe motër që po dëgjon. Ti bëre lutjen e shpëtimit, të shpëtohesh nga se? Okej, le ta punojmë çik zemrën se ka shumë prej ju që kanë bërë lutjen e shpëtimit dhe akoma në këtë rast nuk kanë marrë vullosin e frymës së shenjtë, prandaj ti nuk e ndjen praninë e Atit më. Mesia, Jeshua Krishti tent, erdhi në këtë rast për të mposhtur vdekjen. E di pse? Sepse ti kishe gënjur më përpara, ke vjedhur në një gjë në jetën tënde, ke marrë emrin e Atit kot, për marrëdhënie e para jashtë martese. To janë shkeljet e urdhërimeve të ligjit të Tij që ti dhe unë kishim bërë më përpara. Dhe këto të çojnë në liçen e zjarrit. Di pse? Sepse paga e që Ati vendosi për ata që shkelin ligjin e Tij është vdekja, në këtë rast në liçen e zjarrit. Paga e mëkatit është vdekja. Është e njëjta gjë, sikur ti po ngjet makinën, tabela thot me 50 në orë, ti vazhdon ta shkelësh në këtë rast të shpejtësinë, ligjin që ka vendosur vendi, dhe në fund të rrugës është me radar polici që po të merr dëshminë tënde dhe masandaj të thotë që ja çfarë ke bërë, ke shkelur ligjin, ke shkuar me shpejtësi për një muaj të tërë. Ja ku është evidenca dhe ajo në këtë rast ajo evidencë të merr ty dhe të çon përpara gjykatësit. Gjykatësi të thotë që tani ti ja ku kam evidencën, ti ke shkelur ligjin e vendit. Dhe kjo është paga që të takon ty, do shkosh në burg. Kjo është paga që një njeri e meriton me ecjen e tij. Por imagjino që një person në këtë rast hyn në atë gjykatën, në dhomën e gjykatësit atje dhe thotë gjykatës, më fal, sa është paga e daljes nga gjykimi që ky person të mos shkojë në burg? Është $40,000. Ja ku janë $40,000 dhe gjykatësi të lej ty që ke shkelur ligjin e Tij të lirë për shkak të atij personi që pagoi gjobën tënde, që ti të dilje e lirë nga gjykimi i gjykatësit. Është e njëjta gjë, Mesia Jeshua kryej në kryq për ty dhe për mua. Pagën që neve meritonim sepse kishim shkelur ligjin e Atit, Mesia e pagovi për ty dhe për mua me anë të sakrificës gjakut të Tij. Që unë e ti të mos gjykoheshim, që nëse qëndrojmë përpara gjykatësit të madh, Atit tonë, për shkeljet e ligjit. Na shfaqsovi, themi. Prandaj unë lutem Atin, nëse po më dëgjon, unë lutem Atin që ti të shkosh vetë përpara Atit në këtë moment dhe unë nuk dua që unë ta bëj lutjen e shpëtimit, sepse dua që ti ta bësh në zemrën tënde. Ti pendohesh nga shkeljet e ligjit dhe në këtë rast nuk do t'i bësh më në të mirën tënde të mundshme dhe beson tek Mesia Jeshua që ai pagovi gjobën tënde dhe kur tha në kryq u krye, sa që tani në këtë rast unë e pagova gjobën për njerëzimin që kushdo që do pendohet dhe do besoj tek mua, do ketë jetën e përjetshme. Do ketë, është një premtim që akoma nuk ka ardhur. Ka një rrugë. Pendimi është pendimi që neve bëjmë ndaj Atit sepse kishim shkelur ligjin e Tij. Pendohemi dhe nuk i shkelim më dhe besojmë tek Mesia. Ja ku janë dy komponentet, Ati dhe i Biri. Pendim ndaj Atit dhe besim tek Biri i Tij. Dhe në këtë moment, nëse po më dëgjon online, merr kohën tënde, mbyllu në dhomën tënde dhe shko përpara Atit. Unë kam mëkatuar, kam shkelur ligjin tënd.
Dhe unë sot pendohem thuaj që nuk do ta bëj me në të mirën time të mundshme, do mësoj urdhrimet tënde dhe besoj tek biri tënd që unë të kem jetën e përjetshme. Dhe fillon rruga e transformimit e pastrimit për lajmin e mirë të mbretërisë që po vjen. Më lejo të them diçka, sepse sot nuk jam folur disa gjëra, por atë që sapo fola, shko çfarë thotë Gjoni 3:36. Së bashku me Gjonin 8. Dhe duat që të punojnë çik zemra thellë në zemrën tënde për lavdit atë. Sepse këto mësime nuk janë thënë, nuk janë prekur, janë përciptazi me diçka që më lutem Atit që të na ndihmoj. Le të shikojmë atë që thamë, Gjonin 3 dhe Gjonin 8 mos gaboj. Një moment. Jo, nuk që nga këtu. Okej. Atëre, ti në ekran ke Gjonin dhe mos andaj. Ja ku ke Gjonin 3. Kush beson në birin, do thotë që kush është penduar nga mëkatet që shkelën e ligjit të urdhrimeve të Atit dhe ka besuar thot në birin, ka jetë të përjetshme, do thotë kohatashme, ka. Është një gjë në këtë rast vulosja e frymës së shenjtë që tham pak më përpara. Premtimin e frymës së shenjtë, vulosja e mbretërisë për atë mbretëri që po vjen. Kurse kush nuk i bindet birit, nuk do të shoh jetë, por zemërimi e Elohim qëndron mbi te. Kemi të bëjmë me vulosjen e frymës së shenjtë në atë që kam nënvizuar dhe masandaj ecja jonë që ka të bëjë me nderimin e gjakut të beslidhjes. Prandaj Mesia tha në Hebrejnë 5:8 që ja ta shikojmë se çdo gjë duhet të mbështetet me vargjet, se shumë prej nesh duhet të shikojnë dhe shkrimet, por në Hebrejnë 5 flet për ecjen e Mesias dhe masandaj çfarë ai bëri dhe çfarë dha, dhe në kontekstin që po flasim për beslidhjen e re të gjakut të tij. Unë e di që këto gjëra dhe unë e dëshmoj dhe ndjej në zemrën time që këto gjëra ti nuk i ke dëgjuar më përpara. Me shumë të drejtë, as unë nuk i kisha dëgjuar vite më përpara. Por kur futesh thellën e shkrimin, kur fillon të shikosh që disa gjëra nuk praktikohen, por Bibla thot ndryshe, atëherë mos andaj veçohesh, largohesh që çfarë këto gjëra nuk më përkasin me, unë nuk jam pjesë e kësaj gënjeshtre. Hebrejnë 5, që nuk po largohemi dot nga shkrimi. Hebrejnë 5, që është në kontekst më qatë që po flasim për mbretërinë e qellit, për ecjen, për dishiplizimin, për ndjekjen ndaj Mesias. Lavdiat. Atëre, i cili thot për Mesia në ditën e mishit të tija, e ka fjalën kur ishte në mishin, kur ishte në trup njeriu, me klithma të larta dhe me lot i ofroi lutje. Përse? Dhe urata thot dhe përgjërime, thot atij që mund ta shpëtonte nga vdekja. Dhe ja ku bie Triniteti me njëherë, tër doktrina e re më sot. Mesia Krishti u lut që ati ta shpëtonte nga vdekja e dytë, nga liçeni i zjarrit. Kur e bëri në ditën e mishit të tij, kur ishte në tokë. Dhe u dëgjua, ai u lut që ta shpëtonte nga vdekja dhe apo e vë në klapa, liçeni i zjarrit. Se vdekjen fizike ai e kalovi. Ju lut Atit që mund ta shpëtonte nga vdekja, nga liçeni i zjarrit, dhe u dëgjua për shkak të frikës së tij nga Elohim, nga Ati. U dëgjua frikës, sepse çfarë? Frika është fillimi i urtësisë dhe kuptueshmëri të mirë kemi nëse zbatojmë urdhrimet e Atit. Në Gjoni 15, Mesia thotë unë zbatova urdhrimet e Atit, duke qenë pa mëkat. Dhe nuk e shkelja asnjë prej urdhrimeve të Atit, sepse një shkelje e urdhrimeve të tija përcaktonte mëkatin. Por ai është qengji në këtë rast pa mëkat, lavdiatët. Edhe pse ishte birë, thot, edhe pse në këtë rast ishte në atë para përcaktimin dhe doli prej Atit, fjala Atit që u bë mish, thot, mori trup njeriu.
në Gjoni 1:1, ka fjalën e Atit Logos, që pastaj Ati që kishte deklaruar atë fjalë më përpara, që do merrte trup njeriu. Kush Mesia? Ky është konteksti që masandaj prap Triniteti bie poshtë. Edhe se bir mësoj të ishte i bindur. Dhe se ishte parapërcaktuar për të qenë Zoti i zotrave dhe mbreti i mbretërve, ai u lut që Ati mund ta shpëtonte nga vdekja dhe u dëgjua sepse shprehu bindjen, ishte i bindur dhe nga gjëra thotë që pësoi sepse pësoi dhe nga të tjerët, pësoi dhe Ati në këtë rast si thuaç e trajnoi birin e tij dhe e ndihmoi birin e tij. Por ai gjende aman u testuan të gjitha pikat, thot shkrimi, dhe pas një mëkat shëndroi i bindur. Dhe si u bë i përkryer, ka fjalën si u ringall, masandaj thot u bë veprojnë si i shpëtimit të përjetshëm për të gjithë ata që i binden, atë që përmenda pak më përpara. Duke qenë i shpallur kryeprift nga Elohim sipas rendit të Melkisedekut. Rendi i Melkisedekut ishte priftëria, masandaj që shikojmë në Abrahamin, që ishte përmbi të levitëve. Prandaj Mesia është përmbi kryepriftërinë e levitëve dhe është kryeprifti ton i përjetshëm, e fitoi atë zyre, vëlla motër, da thotë hebrejt të hapurësi, e fitoi me anë të ecjes së tij, e fitoi atë përsosmëri, atë në këtë rast lavdi, që dhe ti dhe unë mund ta fitojmë nëse jemi bindur ndaj Atit. Ka që thjesht është mesazhi i lajmit të mirë. Por një person që thotë unë besoj dhe nuk dua t'i bindem Atit, ai person, e thot shkrimi hapurësin e para Gjoni 2:4, është gënjeshtar dhe vërteta nuk ndodhet në te. Ai që më thot më nje dhe nuk zbaton urdhrimet e mia është gënjeshtar dhe vërteta nuk ndodhet në te. Pikërisht, në Zbulesa 22 jashtë qytetit thot janë idhujtarët, magjistarët, qenjtë të thot, dhe të gjithë ata që duan dhe zbatojnë gënjeshtrën. Gënjeshtra më e madhe që ndodh sot është urdhrimet e Atit, ligji i tij është hequr. Ne tani kemi besimin. Mjafton unë të bëj, ja vajta këtu në Itali, bera ca shenja, ca mrekulli, ja u shërua njëra atje dhe unë i pa eci mire. Po ecja tonë? Po urdhrime sabati? Ja të shikojmë diçka që mua po më prek dhe lutem Atit që të kuptojmë disa gjëra që janë themelore në jetën tonë. Në Psalmin 119, 4 vargjet e para, lutem Atit që t'i gjej këtu, por e 4 vargjet e para flasin për ecjen tonë, për ecjen tonë. Ja po i marrim sepse çdo gjë që duhet konfirmuar dhe mua më ve frikën fjala e Atit, por sot nuk dhe kur ke frikën e Atit, vëlla motër, ke urtësinë prej tij, sepse nuk do ecësh në rrugë të gabuar. Nuk do ecësh të mëkatosh kundra urdhrimeve të tija, vëlla motër. Ke filluar në zemrën tënde të nderosh gjakun e bestidhjes dhe po ecën në rrugë të qëndrueshme. Por çfarë ndodh sot, unë lutem Atit, dhe çfarë ndodh sot me çdo lloj marrim si pick and choose, domethënë si marrim çik tuja dhe marrim çik atje, zgjedhim gjërat që neve na duan. Mund do marr disa psalme, do t'i deklaroj dhe jam mirë me Atin. Ja do marr ato bekime, do vetë të mësoj zanafillën, po unë nuk e praktikoj zanafillën, por unë do marr bekimet e Abrahamit. Bekimet e Abrahamit vinë se rezultati i bindjes. Zbulesën 22 ta thot hapurazi, por ne Zanafilla 26 tregon karakterin e Abrahamit. Kush ishte? Për shkak të ecjes së Abrahamit, po gëzon Isaku, normal që Jakovi që ishte nipi i tij apo. Isaku donte të shkonte, po ta lexosh në Zanafilla 26, donte të shkonte në Egjipt. Dhe Ati i tha, mësandaj tha, mbirim tha, unë e di që mishi tënd me para prosperitetin e Egjipt, sepse këtu ke satësirë, tha, nuk ishte një uribuke, por tha,
mos shko për te që shikon syri ten, po qëndro këtu, sepse unë do të bekoj. Përse? Për shkak, thot, sepse babai ten, thot, Abrahami, ishte besnik ndaj beslidhjes time, duke ecur në të gjitha urdhrimet dhe ligjet e mia. Se rezultati i ecjes tonë gëzojnë dhe trashëgojnë fëmijët tanë. Ndoshta ti ke fëmijë që nuk janë akoma në besim, por ti do kesh në këtë rast të filluar rrugën e mirë dhe ati do dëgjoj lutjen tënde që do veproj në zemrat e tyre, ti kthej zemrat e tyre ndaj Mesias në urdhrimet e tij. Sepse ti ke vendosur në zemrën tënde të nderosh gjakun e beslidhjes së tij. Dhe jo sepse do dalim në për makina, apo dalim në për prosperitete, apo dalim në për foto që janë alarmante sot që benin në Tiranë, vinin pastor nga jashtë, dhe dalim asandaj dhe bëjmë çika të dhe pallati sportit, pastaj po të vëmë çik zjarrat në ekran dhe jemi fryma e fallit, fryma e vdekjes, feja paqes. Dhe njerëzit i ndjekin këto gjëra. Normal që do t'i ndjekin, sepse kur nuk ke shkrimin për veten tënde, do të rriqesh me çdo erë doktrine që të mësojnë të tjerët. Ndërkohë ati thot, më ndiq mua, thot. Ndiq Mesian e vërtetë, jo atë katolikun. Ai katoliku ka anulluar çdo gjë tjetër, kurse ai i miri, i vërteti, i drejti, që nuk ka ndryshuar, ecën në urdhrimet në ligjin e Atit. Ja lexoj vetë me që po flasim sepse vjen masandaj, vjen çdo gjë tjetër, vjen neve. Ja, po ta deklaroj, ja, unë shkova këtu dhe sepse dikush mori një farë çlirimi, apo Ati vendosi në mëshirën e tij për një diku, apo dikush u shërua. Kjo nuk përcakton ecjen tonë personale, vëlla motër. Ecja tonë personale ka të bëjë me llogarinë që ne do t'i japim Atit, jo të tjerëve. Sepse dëgjuan emrin e demonët, dëgjuan emrin e Mesias Jashuas dhe dolën, masandaj përcaktojnë ecjen tonë. Po çfarë ndodh me atë person që u çlirua? Do vazhdoj të shkeli ligjin e tij sepse dikush nuk i ka thënë. Do mëkatoj, mëkati do silli prap 7 frymëra të tjera. Shikon çfarë ndodh sot në asamble? Sepse legaliteti i Atit qëndron për jetë, është karakteri i tij. Mbaj këtë, do kesh të mirën. Nëse nuk e vën, do kesh masandaj të keqen. Bekimet apo mallkimet, jetën apo vdekjen, thotë shumë haprazi, ajo gjë nuk ka ndryshuar. Në ligji për 3:28, vargu 1 dhe vargu 2. Lum ata që kanë, lum do thotë të bekuar janë ata që kanë një rrugë panjolla, një rrugë panjolla, po flasim për ecjen, rrugën tonë, dishiplizimin. Atëre, si do kem ti dhe unë një rrugë panjolla, rroba tonë, që themi, Mesia më dha rrobën e drejtësisë, lavdiatit, po na veshi me një rrobë që në këtë rast të çfarë? Neve duhet ta mbajmë panjolla apo jo? Na hoqja të rrobën e një llosu që kishim pa shpresë, pa Elohim, pa Mesian, ishim në botën dhe ai duhet hoqja atë. Në momentin që ti the, u pendova, po sot akoma nuk kemi penduar, ka shumë aspekte që do flasim më vonë. Në një person që në këtë rast e ka pranuar Mesian në kontekstin e tij, u vulose me frymën e shenjtë. Pastaj, ajo robët u bë e bardhë, panjolla. Në atë moment, thotë që neve duhet ta mbajmë. Ti jemi panjolla, dhe si mund ta bësh? Një rrugë të panjolla ndodh që ti dhe unë duhet të ecim me ligjin e Atit. Lum ata që kanë një rrugë panjolla që ecin me ligjin e Atit Jahwe. Në njëjtin kontekst, në Luka 1, vargu 5 dhe 6 kemi dy prindrit e Johanan Pagzorit, Gjon Pagzorit që themi, që ecnin pa të meta të gjitha urdhrimet dhe ligjet e Atit. Ishin të drejtë para Atit. Dhe të ecësh i drejtë, nuk jo sepse ti dhe unë dëgjojmë ligjin, Romakëve 2, por i drejtë është ai që zbaton ligjin, që zbaton urdhrimet e Atit. Atë po thot Jakovi 1. Jo ai që dëgjon ligjin thot, dëgjues të fjalës, po ta thot fjala
Dhe fjala nuk filloi që te Mateu dhe te zbulesa, fjala fillon që në Zanafilla. Por kur neve kemi ndarë, kemi vendosur muret tona sot, dhe të janë muret më të liga që sot shikojmë dhe dëgjojmë, që e ndajmë në këtë rast, kënë nga Mateu deri në zbulesa, këtë më duhet mua. Dhe e thash pak më përpara, vëllamotë, e shkruar gjë në dhjatën e re, që nga Mateu deri te zbulesa që neve nuk duhet të blasfemojmë emrin e Atit. E shkruar në Besëlidhjen e re, në dhjata e re, që ne nuk duhet të kalojmë bijat tona dhe të çojmë në magji apo të kurvërojmë në bijat tona apo të shkojmë mbas kombëve, të flijojmë ndaj ujnive të tjera, të ndjekim zotrat e kombëve të tjera. Shkruar? Jo, nuk ka shkruar, sepse janë shkruar në ligjin e Tij. Plot gjëra për ecjen tonë në një rrugë panjollë. Lumë ata që respektojnë mësimet e Tij, urdhërimet e Tij, që e kërkojnë me gjithë zemër dhe nuk kryen të keqen, por ecin në rrugën e Tij. Kur ecin në rrugën e Tij, në këtë rast nuk po kryen të keqen. Dhe pasandaj shikojmë, vjen profeti Nehemia në kapitull 13 duke qortuar pleqët e Izraelit, tha çfarë është kjo gjë e keqe që ju po bëni duke përdosur sabatin, tha. Po ecin në rrugët e Atit ata, jo. Po kryeni të keqen, sepse po përdosin sabatin e Atit. Çfarë është kjo gjë e keqe që asamblea sot po bën duke anulluar ligjin e Atit? Çfarë është kjo gjë e keqe që ne po praktikojmë festat e Balit sot dhe kemi lënë me një urdhrimet e Atit? Festat e Tija biblike, kalendarin biblik. Dhe nuk është ajo i Izraelit sot që po mbajnë, ajo është Babilonisë që kanë marrë që nga Babilonia farisejtë dhe ja dhanë popullit të tyre. Kalendari biblik shprehet nëpërmjet profetit Enoku, në Zanafillën, në Jobi, në Psalmet, të gjitha mbështesin përfshmërinë e atij kalendari. Ti na ke urdhëruar, thotë Davidi për Atin, ti na ke urdhëruar të respektojnë urdhërimet e tua me kujdes. Ati na ka urdhëruar në zemrat tona, dhe janë të përjetshme. Na ka urdhëruar që të respektojmë urdhrimet e Tija. Shikoj sot sa po I respektojnë. Ne, besimtarët sot, respektojnë çdo urdhërim të dritave të njerëzve, çdo urdhërim nga njeriu. Dhe kur I vjen puna në ligj për sosur Atit që ka kapacitet të ripërtëri mendjen tonë dhe bën të urtë njeriu e thjeshtë, lajmëron zemrat tona, shpërtori tend lajmërohet prej tyre, thot në Psalmin 19, po citoj. Dhe ka kuptueshmëri të mirë Psalmi 111. Dhe do marrim një shpërblim, thotë. Ka shpërblim në mbajtjen e tyre, Psalmi 19. Të gjitha këto gjëra nuk hyjnë në zemrën e një besimtari. Unë lutem Atit që të jetë dikush në Shqipëri apo në diasporë që të dëgjojë fjalën e Tij. Të dëgjojë dhe të ketë kujdes për të ruajtur urdhrimet e Tij, të respektojë në të mirën tënde të mundshme. Gjithsesi, zeri në shkretëtirën e Babilonisë ku jemi po thërret. Kush ka veç do dëgjojë.